Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka akuzuar qeverinë për indiferencë ndaj protestave dhe situatës së zjarreve në vend. Berisha kritikoi edhe reformën territoriale, duke deklaruar se ajo ka ndikuar në dobësimin e shërbimeve dhe largimin e banorëve nga zonat rurale. Në një dalje për mediat, kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u shpreh se Shqipëria është përballur me protesta të vazhdueshme dhe 10 vatra zjarri në disa zona të vendit. Kreu i Partisë Demokratike tha se protesta qytetare kundër qeverisë po vijon pavarësisht përpjekjeve sipas tij për ta ndalur dhe përçar atë. Ajo protest është sot zëri i Shqipërisë në Europë dhe në botë, pavarësisht nga indiferenca kriminale që qeveria dhe Edi Rama dëshmojnë ndaj saj, pavarësisht nga metodat e terrorizmit politik dhe psikologjik që përdoren ndaj protestuesve, asgjë nuk do të ndalë uraganin e lirisë pa triumfuar. Berisha kritikoi qeverinë edhe për mënyrën se si po përballet me situatën e zjarreve, duke akuzuar kryeministrin dhe ministrat për indiferencën ndaj zjarrfiksëve dhe banorëve në zonat e prekura. Ai hodhi gjithashtu pretendimin se zjarret mund të lidhen me interesa ndërtimore dhe hapjen e territoreve për betonizim. Edi Rama dhe ministrat e tij rreziteshin në diell duke luajtur kumbar dhe në indiferencë të plotë të kësaj që ndodh. Por mbi 2 javësh, me 10 qindra punojës heroik të zjarrfiksëve dhe të tjerë, janë përballur me guxim me zjarret në 4 anë të vendit. Asnjë qindark shtesë gjerësot nuk kanë marrë përveç mashtrimeve të Edi Ramës. Në fakt, në tërësi, zjarret po i shkakton betoni dhe pa dyshim që ato kanë vetëm një synim të hapin troje për betonizime, për beton. Në vijim, kreu i Partisë Demokratike u ndal te reforma territoriale duke akuzuar qeverinë se përqendrimi i njësive vendore ka dobësuar shërbimet dhe investimet në zonat rurale. Sipas Berishës, mungesa e shërbimeve dhe investimeve ka ndikuar në largimin e banorëve nga këto zona, duke lidhur reformën edhe me probleme demografike të vendit. Partia Demokratike, tha ai, kundërshton modelin aktual dhe propozon një ndarje të re territoriale me 101 bashki me mundësi për shtim të mëtejshëm. Reforma territoriale që zhduku qindra komuna dhe bashki, faktikisht zhduku shërbimet, pikërisht atë që ka nën kryesor elaboratet apo memorandumi i Çubillovicit, zhduku shërbimet ndaj qytetarëve. Zhdukja shërbimeve bëri që ata të kenë të vështirë jetën, më të kushtueshme, të bëhen rrugë më shumë, të paguajnë më shumë për të fituar një vërtetim, një të drejtë të tyre, dhe i nxiti ata të largohen nga vendi i tyre. Ne kemi shpallur platformën tonë me 101 bashki, apo 100 bashki, me potencial për shtimin e një numri tjetër mbi bazën e diskutimeve. Ne besojmë se reforma territoriale duhet të jetë në funksion edhe të ripopullimit të Shqipërisë. Berisha paralajmëroi se nëse vazhdojnë ritmet aktuale të largimit të popullsisë, Shqipëria do të përballet me një tkurrje të mëtejshme demografike, duke kërkuar që reforma administrative të vihet në funksion të zhvillimit dhe ripopullimit të zonave të vendit. Protesta kundër qeverisë Edi Ramës zhvillohet këtë mbrëmje në Tiranë me pjesëmarrjen e paralajmëruar edhe nga diaspora shqiptare. Tubimi nisi në orën 19:30, ndërsa protestuesit vijojnë të kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit dhe të qeverisë së tij. Tirana rikthehet sonte në protestë me qytetarët që u mblodhën kundër qeverisë së Edi Ramës. Protesta nisi në orën 19:30, ndërsa pritën pjesëmarrjen edhe nga diaspora shqiptare. Edhe mbrëmjen e kaluar, shqiptar të ardhur nga vende të ndryshme u bashkuan tubimit duke mbushur bulevardin Dëshmorët e Kombit. Marshimi i djeshëm nisi nga stacioni i trenit, vijoi drejt sheshit Skënderbej dhe përfundoi përpara kryeministrisë, ku protestuesit përsëritën kërkesën për largimin e Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Edhe protesta e sotme ndojshi të njëjtin itinerar, ndërsa organizatorët kanë paralajmëruar vijimin e qendresës pavarësisht temperaturave të larta dhe sezonit veror. Protestat morën një tjetër hov pas incidentit të regjistruar në Zvërnec, ku një banor që kundërshtonte ndërtimet në një zonë të mbrojtur u tërhoi zvarr nga një punonjës i sigurisë private.
Ngjarja u shndrua në një pikë kthese për lëvizjen e cila prej rreth 2 muajsh e gjysmë vijon tumbimet e saj në Tiranë. Paralelisht protestat janë zhvilluar edhe në qytete të ndryshme të diasporës, ndërsa në disa zona të vendit janë zhvilluar tumbime kundër reformës territoriale. Në ditët në vijim protestuesit do të rikthehen sërish në bulevard me të njëjtën kërkesë, dorëheqjen e Edi Ramës dhe largimin e qeverisë së tij. 35 vatra zjarri janë raportuar në vend gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa 8 prej tyre vijojnë të jenë aktive. Mbi 500 forca operacionale, mjete zjarfikse, helikopter dhe avion air tractor janë angazhuar në operacionet për izolimin dhe shuarjen e flakëve, kryesisht në Tiranë, Krujë dhe Dibër. 35 vatra zjarri janë raportuar në vend gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa 8 prej tyre vijojnë të jenë aktive. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, në operacion janë angazhuar 533 forca dhe 39 automjete zjarfikse, ndërsa në mbështetje të tyre janë përfshirë dhe 186 efektiv të forcave të armatosura, 4 helikopter dhe 2 avion air tractor. Në dajt të Tiranës vijon ndërhyrja për shuarjen e zjarrit mbi tunelet e Qafmollës, ku operacioni mbështetet nga 50 efektiv të FAS dhe 2 helikopter. Autoritetet bëjnë me dije se nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në Krujë, forcat po punojnë për izolimin dhe shuarjen e vatrave në Abazaj dhe Zidoll, ndërsa edhe këtu nuk raportohet rrezik për banesat. Situata vijon të monitorohet edhe në Gurlur dhe Qafhelmes në zonën Bulqi-Selisht. Në këto zona po ndërhyret nga toka dhe ajri me efektiv të forcave të armatosura, avion, air tractor dhe mjete të tjera. Ndërkohë ndërhyrje për izolimin e vatrave vijojnë edhe në Lezhë, Elbasan dhe Shkodër, ndërsa zjarret në Përmet, Troj, Qukës dhe Paulesh janë shuar plotësisht. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile vijon monitorimin dhe koordinimin e operacioneve me fokus mbrojtjen e zonave të banuara dhe vënien nën kontroll të vatrave aktive. Një kanal vaditës është shembur pranë fshatit Kuqan në Elbasan, duke shkaktuar daljen e ujit dhe të dherave në rrugë dhe bllokimin e aksit Elbasan-Cërik prej rreth 3 orësh. Qarkullimi i automjeteve vijon të jetë i ndërprerë, ndërsa pritet ndërhyrja e strukturave përgjegjëse. Aksi Elbasan-Cërik është bllokuar prej rreth 3 orësh pas shembjes së një segmenti prej rreth 20 metrash të një kanali vaditës pranë fshatit Kuqan. Dëmtimi i kanalit ka bërë që uji të dalë nga shtrati duke marrë me vete dhe dhejtë të materialeve nga kodrat përreth, të cilat kanë përfunduar në rrugë. Uji dhe dherat kanë vështirësuar fillimisht qarkullimin e automjeteve, ndërsa më pas aksi është bllokuar plotësisht. Ende nuk dihen shkaqet e shembjes së kanalit, ndërsa prania e ujit dhe materialeve në Karexhat paraqesin rrezik për drejtuesit e mjeteve. Pritet ndërhyrja e strukturave përgjegjëse për largimin e ujit dhe dherave nga rruga dhe riparimin e kanalit. Deri në normalizimin e situatës, drejtuesit e mjeteve që lëvizin në aksin Elbasan-Cërik duhet të tregojnë kujdes të shtuar. Një incident i rënd me armë zjarri është regjistruar mesditën e sotme në një lokal të njohur në Elbasan, ku shtetasi me iniciale MB dyshohet se është ndjekur dhe kërcënuar me armë momentin që po largohej. Sipas të dhënave paraprake, autori dyshuar i ka drejtuar pistoletën në kokë, por arma dyshohet se është bllokuar, duke i dhënë kështu mundësi shtetasit që të largohej. Një konflikt me armë zjarri në një lokal në lagje 28 nëntori në Elbasan ka përfunduar me arrestimin e autorit të dyshuar vetëm pak orë pas ngjarjes. Incidenti u regjistrua rreth orës 13 në ambientet e jashtme të një lokali ku 52 vjeçari me iniciale PB dyshohet se ka tentuar të qellojë me armë zjarri ndaj 50 vjeçarit me iniciale EK. Pas marrjes së njoftimit, policia organizoi kontrolle dhe veprime të njëpasnjëshme për identifikimin dhe kapjen e autorit të dyshuar. Në kuadër të operacionit të koduar reagimi, shërbimet e policisë mundën të lokalizojnë dhe arrestojnë 52 vjeçarin. Gjatë operacionit u gjet dhe u sekuestrua edhe një pistolet e dyshuar si arma e përdorur gjatë ngjarjes. Arma do t'i nënshtrohet ekspertizës balistike për të përcaktuar nëse është përdorur në tentativën e dyshuar të vrasjes. Ndërkohë hetuesit po analizojnë edhe pamjet e kamerave të sigurisë dhe dëshmitë e personave të pranishëm për të rindërtuar të gjithë dinamikën e ngjarjes dhe për të përcaktuar motivin. Deri tani nuk raportohet për persona të plagosur. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe përcaktimin e përgjegjësisë penale të 52 vjeçarit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. 3 persona kanë përfunduar në pranga në Fier dhe Mallakastër në kuadër të 2 operacioneve policore kundër armbajtjes pa leje. Policia sekuestroi 2 armë zjarri, një Kalashnikov dhe një armë gjahu, ndërsa njëri prej të arrestuarve dyshohet se ka nosur një person pas një konflikti.
Dy operacione policore të zhvilluara brenda 24 orëve në Fier dhe Mallakastër kanë çuar në arrestimin e 3 personave dhe sekuestrimin e 3 armëve. Në Fier shërbimet e policisë finalizuan operacionin e koduar Aksi pas informacioneve se një person lëvizte i armatosur me armë zjarri në automjet. Në bypassin e Fierit u arrestua 19 vjeçari me iniciale MM, banues në Vlorë. Gjatë kontrollit të automjetit që drejtonte, policia gjeti dhe sekuestroi një pistolet. Në vijim të veprimtarive hetimore u arrestua dhe 28 vjeçari me iniciale FB, pasagjer në automjet, pasi dyshohet se kishte dieni për armën dhe se ajo do të shitej në Fier. Ndërkohë në Mallakastër u finalizua operacioni Hidden Guns ku arrestua në flagrancë 38 vjeçari me iniciale IS, banues në fshatin Lofkënd. Sipas policisë, pas një konflikti për motive të dobta, 38 vjeçari dyshohet se ka kanosur një person tjetër me armë gjahu. Gjatë kontrollit në banesën e tij u sekuestruan një Kalashnikov dhe një armë gjahu, të cilat dyshohet si i mbante pa leje. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Një automjet është përfshirë nga flakët gjatë lëvizjes në aksin rrugor Bradashesh tuneli i Krabës, duke u djegur plotësisht. Zjarri shkaktoi bllokimin e qarkullimit për rreth 30 minuta, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar. Një automjet është përfshirë nga flakët teksa ishte në lëvizje në segmentin rreth rrotullimi i Bradasheshit tuneli i Krabës, duke shkaktuar panik te drejtuesit e mjeteve dhe bllokim të përkohshëm të qarkullimit. Flakët u përhapën me shpejtësi duke përfshirë pothuajse tërësisht automjetin, i cili u dojsh plotësisht. Në vendngjarje u ndërhyj përshuarjen e zjarrit dhe sigurimin e zonës. Për shkak të incidentit, qarkullimi në këtë segment u bllokua për rreth 30 minuta, duke krijuar vështirësi për drejtuesit e mjeteve që lëviznin në të dyja drejtimet. Pas largimit të automjetit të dëmtuar dhe normalizimit të situatës, qarkullimi vijoi normalisht. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se zjarri mund të jetë shkaktuar nga një defekt në sistemin elektrik të automjetit, por shkaku i saktë mbetet për të përcaktuar nga verifikimet. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa dëmet janë vetëm materiale. Të nderuar teleshikues, ne vjen juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 16 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me dominim të kthellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites priten vrenësira të pakta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Parashikimet për Shkodrën dhe Korçën konfirmojnë mot kryesisht të kthjellët dhe me diell. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vrenësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 21 deri në 35 gradë Celsius. Kukës, 17 deri në 31 gradë. Peshkopi, 16 deri në 30 gradë Celsius. Tiranë, 19 deri në 33 gradë. Durrës, 23 deri në 32 gradë Celsius. Kavaj, 22 deri në 32 gradë. Elbasan, 20 deri në 34 gradë Celsius. Berat, 20 deri në 35 gradë. Korç, 15 deri në 33 gradë. Vlorë, 24 deri në 32 gradë Celsius. Gjirokastër, 18 deri në 33 gradë. Sarand, 24 deri në 32 gradë Celsius.
Territori i Kosovës për datën 16 gusht 2026 do të karakterizohet nga mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por mundësia për reshje do të jetë e ulët. Për Prishtinën parashikohet mod me diell dhe temperaturë maksimale rreth 32 gradë Celsius, ndërsa për Prizrenin rreth 33 gradë Celsius. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Era do të fryhej lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:42 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 15 deri në 32 gradë Celsius. Podujev, 14 deri në 31 gradë. Skënderaj, 15 deri në 32 gradë Celsius. Pej, 15 deri në 31 gradë. Prishtinë, 15 deri në 32 gradë. Gjakov, 16 deri në 33 gradë Celsius. Malishev, 16 deri në 33 gradë. Gjilan, 15 deri në 31 gradë Celsius. Ferizaj, 15 deri në 31 gradë Celsius. Kaçanik, 14 deri në 30 gradë. Suharek, 16 deri në 33 gradë Celsius. Prizren, 17 deri në 33 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.